Sepse dua që të dini që luftë e madhe kam për ju dhe për ata që janë në Laodice, për të gjithë ata të cilët nuk e kanë parë fytyrën time në mish, që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u lidhur në dashuri, dhe të kenë të gjitha pasuritë e sigurisë së plot të mençurisë, për të njohur misterin e Perëndis, pra edhe të Atit dhe të Krishtit, ku janë fshehur të gjitha thesaret e urtësisë dhe të njohjes. Dhe ju them këtë, që askush të mos ju gënjej me fjalë joshëse, sepse edhe pse në mish nuk jam aty, në frym jam bashkë me ju, dhe gëzohen duke parë rregullin dhe qëndrueshmërinë e besimit tuaj në Krishtin. Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, Zoti, ashtu pra ecni në të, duke pasur rregull dhe duke u ndërtuar në të, dhe duke u forcuar në besim, ashtu sikur se u mësuat, duke tepruar në të, me falënderim. Tregoni kujdes, se mos ndokush ju bën pre të ti me anë të filosofisë dhe me mashtrime të kota, sipas traditës së njerëzve, sipas elementës së botës, e jo sipas Krishtit. Në librin e tij të famshëm Artin e luftës, generalin kinez Sun Tzu thot këtë: sulmi është sekreti i mbrojtjes. Presidenti i parë amerikan George Washington tha të pak a shumë të njëjtën gjë. Duke folur me ushtarët e tij, ai tha: bindi ata që operacionet sulmuese janë shpesh herë mënyra më e sigurt dhe e vetmja mënyrë për të mbrojtur. Nëse sulmi është mënyra më e mirë që të mbrosh veten nga sulmet ushtarake, si duhet të mbrosh veten nga sulmet shpirtërore? Si duhet të mbrojmë vetët tona nga gënjeshtrat dhe mashtrimet që çarkullojnë në botë? Si duhet të ruajmë mendjet e zemrat tona nga mësimet të rreme dhe nga ata që mësojnë ato? Ky pasazh është një paralajmërim për rrezikun e doktrinës së rreme. Po është më shumë se kaq. Është një tregim se si ne mund të ruajmë veten tonë nga doktrinat të gabuara. Së pari, e shohim rrezikun e doktrinave të rreme. Kolosianët përbaleshin me një rrezik tepër të madh nga një mësim që ishte duke çarkulluar në Kolose. Çfarë lloji mësimi? Ishte një mësim mashtrues. Ai thot në vargun 4 që janë fjalë joshëse. Ishte një mësim sklavërues. Edhe pse ky mësim premtoi liri, ajo në fakt e sklavëronte njerëzit më shumë në mëkat se më parë. Vargun 8, ai thot se mos ndokush ju bën pre. Edhe fjala këtu do të thot të marrësh dikush rob lufte. Ishte mashtrues, sklavërues dhe ishte njerëzor. Vargu 8 përsëri, ishte më tradita e njerëzve. Nuk erdhi nga Perëndia, por nga njeriu. Ishte bosh. Ishin mashtrime të kota, thot ai. Ishte si një premtim elektoral që premtoi gjithçka dhe në realitet ishte hiç asgjë. Ishte një mësim botëror. Nuk erdhi nga qeli, por nga toka. Ai thot në vargun 8 përsëri se ishte sipas elementeve të botës. Do më thënë, ky mësim ishte sipas vlerave, sipas filosofisë, sipas
dëshireve dhe mendësive të njerëzve. Po më shumë se kaq, ky mësim ishte prej të ligut. Sepse mund të përkthesh vargu 8 në dy mënyra, ose elementet e botës, ose shpirtrat e botës. Do më thënë demonët. Mbrapa ky mësim ishin fuqit e fejt. Pali thot në 1 Timoteo kapitulli 4 dhe vargu 1, që në ditët e fundit do të qarkullojnë doktrinat e demonëve. Realisht, ne duhet të kemi shumë kujdes. Vargu 8 është, si të them, kyçi, tregoni kujdes. Edhe pse kolosianët nuk kanë rënë në këtë mësim të rënë, rreziku është gjithmonë pranë. Unë e ty mund të mos kemi rënë në mësimet të reme që qarkullojnë, por rreziku mbetet gjithnjë. Të jemi të qartë, doktrinat të reme janë sklavëruese, mashtruese dhe djallëzore. Në vend që të japin atë që premtojnë, janë krejtësisht të pafryqshme. Rreziku i doktrinës së reme është në çdo kohë, për çdo kish, për çdo besimtar. Rreziku është ky. Jo thjesht që shpirti të korruptohet, po që jeta të prishet. Pse? Sepse atë që ne besojmë, drejton atë që ne bëjmë. Bindjet e mendjes dhe të zemrës janë ato që neve na udhëzojnë në jetë. Nëse doktrina e prishur zëvend në mendjet dhe në zemrat tona, kjo do të prish jo thjesht shpirtin tënd, por dhe sjelljen tënde, jetën tënde. Që do të thot çfarë? Ne kemi nevojë në çdo kohë që të ruajmë vetët tona nga mësimet të reme. Duhet të jemi vigjilent, mos të marrim mësime sikur të gjithë që ne dëgjojmë janë të vërteta. Kontrollo çdo gjë që ti dëgjon, e shikon, e lexon. Pesho të gjitha me fjalën e Perëndis. Nëse nuk jemi vigjilent ndaj këtij rrezikut, mësimi i rem do të bëjë kërdi në jetën tonë. Po së dyti shohim se si duhet të mbrojmë vetën tonë. Rreziku është nga doktrina e prishur, po si do të ruajmë vetën tonë? Po në këto vargje shohim 3 mënyra se si duhet të ruajmë vetën tona nga të remet. Në rast të parë duhet të mundohemi në lutje për njëri tjetrin. Kur pali e shikon rrezikun e madh që kishte përballet, ai bën çfarë? Ai lufton. Vargun 1, duhet që të dini ç'lufte madhe kam për ju. Po lutet me një intensitet të madh, edhe pa fraj, i cili kishte themeluar kishën në Kolose. Në thuhet në kapitulli 4 dhe vargun 12 që ai lufton gjithnjë për ju në lutje. Tani që gjërat më bëjnë përshtypje këtu. Një është sa e lufton pali për njerëzit që nuk e njeh. Ai thot Kolosianët dhe ata të Laodicës nuk kanë parë fytyrën e tij kur. Po ky lufton në lutje për ta. Edhe pse nuk ishin të njohurit e tij, ai është duke
u angazhuar veten e tij në lutje për ta? Sa shpesh lutesh ti për njerëzit që se nje? Besoj shumëzim për zero. Ne lutemi si zakon për veten, për ata që janë më pranë nesh, po për ata që nuk e kemi parë kur lutemi. Pali lutej për kishat që të qëndronin kundër një tsunam mësimesh të reme. Dhe nëse ai u luftua në lutje për njerëz që nuk e kishte parë, sa më shumë duhet të luftojmë ne në lutje për njëri tjetrin që e njohim. Po gjë tjetër që më bën përshtypje, sa intensive ishin lutjet e Palit. Ai lufton për ta. Nuk është që thjesht një herë në hënës e kujton për ta. Nuk është formal në lutjet e tij. Ai lufton. Kjo nën kupton që ai përleshet në lutjet për ta. Si Jakobi, mbani mend patriarku Jakob, që u përlesh me angjëllin e Zotit derisa të jepte emrin e tij. Edhe në Pali në lutje u përlesh me Perëndin derisa të merrte përgjigje lutjes së tij. Pali u angazhoi gjithë forcet e tij në lutje. Arsyeja pse nuk luftojnë në lutje është e thjeshtë. Është punë. Është vështirë. Të luftosh në lutje për të tjerët, do të thotë të harxhosh energji, të lodhesh, të derdhesh përpara Perëndis. Dhe kjo kushton. Ne justifikohemi duke thënë, po unë jam I lodhur, po unë jam I zënë, të dish ti o Will se sa kam unë në jetë, ti do kuptosh përse nuk luftoj në lutje. Po më falë, sa kishte Pali? Pali që punoi ditën në punë, edhe tërë pjesën tjetër të ditës, duke mësuar, duke ungjillizuar dhe duke trajnuar njerëzit për shërbes. Pali nuk ishte një nanosekond për veten e tij. Dhe Pali kishte hale që nuk e njohim ne. Në 2 Korintës 10, ai na jep një listë mundimesh. Shpeshherë duke fjetur për jashtë, pa ngrënë, pa fjetur, në rrezik, goditur me gur, I ndjekur në armiq, e kështu me radhë. Nëse dikush kishte një arsye mos të lutej dhe të luftoj në lutje ishte Pali, po Pali gjeti kohë, jo për njerëz që njifte, po njerëzit që nuk e njifte, që të luftonte në lutje për ta. Dhe vëllezër e motra, nëse ne do të qëndrojmë kundër gënjeshtrave, kundër mashtrimeve, ne duhet të luftojmë në lutje për njëri tjetrin. Në rast të dytë, duhet të kemi siguri të plot për Ungjilin. U mundua Pali në lutje për ta. Po për çfarë u lut? Vargu 2. Të kenë të gjitha pasuritë e sigurisë së plot, të mençurisë për të njohur misterin e Perëndis. E thënë thjesht. Pali lutet që këta të kenë siguri të plot për Ungjilin që është Krishtin. Kur ti je I sigurt për Ungjilin, atëherë gënjeshtrat dhe mashtrimet e kësaj bote nuk zën vend tek ti. Pali përdor 2 fjalë këtu për të kuptuarit e Biblës
për të kuptuarit të Ungjillit. Mençuri dhe njohuri. Mençuri flet për diçka intelektuale, ti u kupton diçka me mendjen. Kurse njohuri është diçka më thellë. Është diçka që depërton thellë në zemër. Është diçka që ti e përjeton. Diçka që drejton jetën tënde. Do më thënë pali do që ata të kenë siguri të plot për Ungjillin, duke kuptuar atë në mendje dhe në zemër. Që do të thot 3 gjëra, 2 gjëra në fakt. E para është, Bibla nuk kuptohet vetëm intelektualisht. Bibla duhet të depërtoj thellë në ne, duhet të preki jetën tonë, duhet të na kthej jetën përmbys. Çfarë mësojmë nga fjala e Perëndis, duhet të depërtoj kaq thellë në ne, sa që bëhet parim jete për ne. Problemi I shumicës prej nesh është kjo. Ne njohim Biblën intelektualisht. O Bibla s'ka depërtuar zemrët dhe mendjet kur. Bibla, nëse nuk prek zemrën, vullnetin, hapët të tua, është thjesht gjë teorike. Ne duhet t'i lëm kohës që fjala të depërtoj në zemrën tonë. Je duke bërë një zgarë. Jemi tek shtëpinë e Gjiranës dhe ai po bën një zgarë për ne. Dhe thot Denadës tani, ti do të më marinosh qik mishin se s'kam kohë. Denada tani e zën me fëmijët dhe 500 punët, 10 minuta pare se të çoj mishin në zgarë, e fut të marinoj. Po imagjino që Denada e kishte lënë mishi 3 orë të marinoj. Qa shije do merte. Qa bëjmë ne? Ne presim që fjala të marinoj jetën tonë me 10 minuta lexim në mëngjes. Apo thjesht në celular 5 minuta në punë. Pse fjala do më ndryshoj me 10 minuta? Që fjala të më ndryshoj do kohë. Po apo jep fjalës kohë që të ndryshoj ty. E dyta që duhet të shoh këtu është që Bibla nuk mund të kuptohet vetëm individualisht. Ne si individ mund të kuptojmë Biblën deri diku. Por nëse duam të përjetojmë atë, të ndryshohemi prej saj, të kuptojmë atë thellësisht, duhet të jemi të lidhur në ngushtë me njëri tjetrin. Vargu 2 ai thot që zemrat e tyre të ngushëllohen duke u lidhur në dashuri. Të kuptosh të vërtetën siç duhet të jesh I lidhur mirë me gjithë kishën. Në fakt, lutje që lexoi vlla Edi në darkën e Zotit, thot të njëjtën gjë, në Efesianët 3. Si do të kuptojmë gjërësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia dhe të njohim dashurinë e Perëndis? Efesianët 3:18, bashkë me gjithë shenjtorët. Ti si individ mund të kuptosh deri diku fjalën, por kur ti je lidhur në dashuri me vëllezërit e motrat, që ti e kupton thellë dhe je ndryshuar prej saj. E kupton ti që shëndeti yt shpirtëror varet nga marrëdhënia që ke me kishën. Të lidhur në dashuri nuk është gjë lukse,
nuk është ideale, është domosdoshmëri. Shëndeti yt shpirtëror varet nga sa i lidhur je me Kishën. Sepse kur jemi të lidhur me Kishën, e kuptojmë Ungjillin siç duhet, kemi siguri të besimit, dhe mashtrimet e botës nuk depërtojnë tek ne. Duhet të lutemi për njëri tjetrin, të luftojmë në lutje për njëri tjetrin, duhet të kemi siguri të plot për Ungjillin, po në rast të tretë duhet të jetojmë në Krishtin. Një nga mënyrët më të mirë për të mbrojtur veten tënde kundër gënjeshtrave të ligut, është që të jetosh në vullnetin e Perëndis, të jetosh në Krishtin. Një vargjet 6 dhe 7 janë një përmbledhje që e gjithë jetës e krishterë. Vini re se si fillon. Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus Zotin. Ne fillojmë jetën e krishterë duke pranuar Jezusin si Zotin tonë. Një besimtar i vërtet nuk është ai që pohon me dojë që Jezusi është Zot. Është ai që pranon Jezusin si Zotin e tij. Jezusi duhet jetë autoriteti yt, mbreti yt, mjeshtri yt. Duhet japësh Jezusi bindjes tënde dhe besës tënde. Shumë njerëz e pranojnë se Jezusi është Zot, po se kanë pranuar Jezusin si Zotin e tyre. Po ti, a ke pranuar Jezusin si Zotin tënd? Dhe kur nisët pastaj kjo jetë të krishterë, Pali na tregon se si duhet jetuar me 6 folje. E para është të qëndrojmë. Vargu 6. Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, ecni në të. Kjo shprehje, si që keni marrë, i referohet një tradit apo një mësim që është dhënë den baba den, është dhënë brez pas brezi. Ata i kishin marrë Ungjillin nga Epafrai. Epafrai kishte marrë nga Pali, Pali kishte marrë direkt nga Krishti. Ishte trashëguar ky Ungjill. Dhe Pali po thot, si që keni marrë këtë Ungjill, duhet të qëndroni në të. Nëse ne luajmë 1 milimetër nga Ungjilli, ne rrezikojmë shpirtin tonë. Të qëndrosh, po edhe të ecësh në të. Shumë njerëz ngatërojnë çfarë do thotë që të jesh një besimtar. Mendojnë që ti duhet të besosh gjërat e duhura dhe kaq. Tani, duhet të besosh disa gjërat prej Biblës. Po të jesh një krishter, do të thotë të ecësh me Krishtin. Krishti i thirrri njerëzit, jo thjesht besoni tek unë, po ndiqni. Gjoni tha, ai që thotë që është në të vërtetën, duhet të eci në gjurmët e tij, të Jezusit. A je duke ecur me Jezusin? A je duke ecur në gjurmët e tij ditë e ditës? Duhet të qëndrosh, të ecësh dhe të rrënjosësh. Ashtu si kurse një pemë lëshon rrënjë poshtë, që të mos tundet nga furtunët, që të gjej ujë dhe ushqim nga toka. Një njeri duhet të rrënjoset në Krishtin. Po flasim për një marrëdhënie me Krishtin. Ti lëshosh rrënjën e të, do të thotë të kesh miqësi me të. Do
Do të thot të përdorësh mjetët që Zoti na ka dhënë. Fjallën, lutjen, kishën, darkën e Zotit e kështu me radhë. Nuk janë këto synime në vetvete. Nuk është ja lexove Biblën, janë qëni mirë sot. U lutë sot unë, besimtari mirë. Erdhën e kish, ja e bënë normë. Jo, këto gjërat janë mjete për të arritur një qëllim. Dhe qëllimi është që të njohësh Krishtin, të kesh miqësi me të. Po a ke miqësi me Krishtin? Apo është besimi ju të thjesht formal? Edhe një çështje takimesh? Apo përdor mjetët që Zoti na ka dhënë që të njohësh Krishtin? Duhet të qëndrosh, të ecësh, të rënjosësh dhe të ndërtosh veten në të. Ashtu sikur se një murator ndërton murin gur pas guri ose blok pas bloku, edhe ne duhet të ndërtojmë besimin ton pak në pak. Do të thot që duhet të rritemi. Pse? Sepse një njeri i papjekur gënjehet. Një njeri i pjekur e dallon dhe reziston çdo gënjeshtër. Më bëjmë mund të mariment Joshi dhe Jeneferi nga Kanadaja, që ishin këtu për disa vjetë me fëmijët e tyre. Edhe një herë bëni udhëtim atë në Tajland. Edhe të vegjël ishin fëmijët e tyre, erdhën prapë i thash, Gjaxhi, u kënaqët në Tajland, u kënaqët. Po Gjaxhi flet tajlandisht. Ja. Flas tajlandisht rrjedhshëm. Më pyesni. Thosht në ata, thuaj qash qeni në tajlandisht. Nasyt. Tani kur fëmijët janë të vegjël, besojnë gjithçka. Kur rritesh, ti e nuhat gënjeshtërën dhe e mohon. Edhe ashtu është me besimin. Nëse unë nuk ndërtoj, nuk rritem në besim, po qëndroj një bebë në Krishtin, unë do t'i jem pre të gjithë gënjeshtrave që janë vërtet. Duhet të ndërtosh vetë, po edhe të themelohesh, që do në të vërtetën e ti, që do të thotë të rritesh një njohuri e fjalës. I dashur, të thuash Krishti mua fort më do, kështu thot fjala e ti. Është thelbi i besimit. Po nëse ti di kaq, ti je shumë i rrezikuar nga mashtrimet. Në Amerikë, kur duan të stërvisin agentët për të daluar monedhët falso, e qojnë një zonë, që të mësojnë përmendesh se si është $1 i vërtet. Nga të daloj unë, nëse diçka është një gënjeshtër, po duke njohur të vërtetën kaq mirë, sa që shikoj diferencën midis së vërtetës dhe një gënjeshtër. Nëse unë nuk po rritem në njohurinë e fjalës së Zotit, unë nuk jam në gjendje që të kuptoj kur dikush më gënjen. Edhe duhet të tepërojmë me të me falënderim. Mirënjohja është si nafta në makinë. Pa naftë, makina nuk ecën. Pa falënderime, jetën e krishterë thjesht nuk ecën dot. Është ajo që na bën të ecim. Është atmosfera, është ajo në të cilën ne jetojmë në Krishtin.
është interesante sa herë falënderime udhërohen në këtë letër. Kapitulli 1, vargu 12, duke falënderuar Atin. Kapitulli 3, vargu 17, e thot duke falënderuar nëpërmjet tij Perëndin Atë. Kapitulli 4, vargu 2, ngulmoni në lutje, duke ndjenjur zgjuar në të me falënderim. Her pas here, Pali e vazhdon këtë gjë tek Kolosianët. A mund që ju them, jetë e krishterë nuk është një barë. Jezus i tha, merrni mbi vete barën time, se bara ime është e lehtë. Po ne bëjmë besimin si një barë të rëndë shpesh herë. Sikur është një detyrë apo një gjë e rëndomt. Pali thot që duhet të tepërojmë me falënderime. Dhe nëse ti e një besimtar, ti ke çdo arsye të falënderosh Zotin sot. Me leoni që pyes, a ngelët duke ankuar? Apo a jeni një njohës Zotit? Se shpesh herë na ngecën shiriti, thjesht, s'kam, jam lodhë, kam një hall, edhe nuk shikojnë dhe nuk falenderojnë Zotin për bekimet të shumta në jetën tona. Boll u ankua. Boll ngelëm këtu në depresion. Boll ngelëm këtu duke thënë, s'kam. Ti ke çdo bekim frymëror në Krishtin Jezus. Ti sot duhet të ishi në gropën e fet. Ti duhet të ishe duke djegur përjetësisht në zjarrin e Perëndis. Ti duhet të ishe dënuar dhe ndarë nga Perëndia për jetë. Çdo gjë më mirë se kaq është një gjë për të falënderuar Zotin. Është jeta jote e vështirë? Ashtu është. O kur ne po shohim se falënderuar i Zotit, jemi njerëz mos mirë njohës. Ju e dini si e ndjeni? Kur ju bëni një nder dikujt, edhe këta janë mos mirë njohës. Të ngeli atje duke menduar, po sa kam bërë për filani, sa kam bërë për filanka, edhe kaq mos mirë njohës. Po ti, më mirë që Krishti derdhi gjakun e ti për ty, u bë mallkim për ty, dhe ti e ngele duke ankuar për lek, edhe duke ankuar për punë, edhe për hallet të shtëpisë, apo ndonjë gjë tjetër. Të na vi turp për ankesën tonë. Sepse duhet të tepërojmë në falënderim për atë që Krishti ka bërë dhe na ka dhënë. Kur ne jetojmë në Krishtin, duke qëndruar, duke ecur, duke rënjosur, duke ndërtuar dhe duke tepëruar me falënderime, nuk ka shigjet e të armikut që mund të depërtojnë. Nuk e di nëse keni parë në filmat se si ushtarët romak luftuan. Nëse sulmonte armikun, e bënin që gjitha së bashku, u bën si një katror, që lartë, edhe anësh, edhe papara, edhe mbrapa, të ishin të mbrojtur. Kishin parzmoret e tyre, të bashkuara, që asnjë shigjet të hyjë. Nëse duam
që të mos bjem pre të mashtrimeve të botës. Ne duhet të bëjmë parzmorët bashkë. Duhet të lutemi të luftojmë në lutje për njëri tjetrin. Duhet të kemi siguri të Ungjillit. Dhe duhet të jetojmë jetën e Krishterë. Atëherë asnjë gënjeshtër nuk do të zëvendë tek ne. Vëllezër e motra, kujdes. Kujdes të rremët dhe mësimet e tyre. Dhe bëj atë që thot fjala, dhe ju do qëndroni. Le të lutemi.